Atëherë, situata pas rastit që patëm ditën e mërkurë, për momentin është normale. Mirë po, ditën e mërkurë, rreth orës 11:15, patëm një rast të pafalshëm që u bë në 2 shkollat e mesme të qytetit të Kërçovës, Drita dhe Mirko Mileski. Fillimisht më lejoni që të falenderoj stacionin policor dhe urgjencën e spitalit të Kërçovës që intervenuan në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Dhe për fat të mirë nuk kemi nxënës dhe të punësuar me pasoja të mëdha për jetë dhe sulme të rënda trupore. Domethënë, për ta shëruar këtë situatë, sepse kjo bën një punë më të madhe, nuk është as një profesor dhe as një nxënës i prekur, as një mirë të ftohtë, thik, siç thotë se ka pasur personi fjalë, as në asgjë. Domethënë, përveç traumës psiqike, nuk ka pasur asgjë tjetër tek nxënësit dhe të punësuarit e gjimnazit Drita. Këtë ta shërojmë këtë pak më konkretisht. Po duhet të sqarohet kjo pjesë, sepse prej atyre që lexojnë nëpër portale thuhet se ka nxënës dhe të punësuar që janë me rrezik për jetë. Kjo nuk është e vërtetë dhe këtë e mohoj në mënyrë kategorike, sepse kemi incizimet e kamerave të sigurisë, ku gjithçka është incizuar, gjithçka shihet. Agresori ka patur mjet të ftohtë, mirë po as një nxënës dhe as një të punësuar nuk e ka sulmuar me mjetin. Ka sulmuar në fizikisht me tentim për ta sulmuar me grusht dhe shtyrje, kontakt fizik, por nuk ka asgjë të vërtetë, sepse kemi nxënës ose të punësuar, të lënduar me mjete të forta. Mbrëm kemi mbajtur takimin me Këshillin e Prindërve, çfarë vendos? Dje mbajtëm mbledhje urgjente të Këshillit të Prindërve dhe të Këshillit të shkollës, ku në bazë të gjithë asaj që u diskutua në mbledhjen e Këshillit të Prindërve, u propozua dhe u kërkua që Komunës së Kërçovës t'i bëhet kërkesë me shkrim, kërkesat të cilat i kemi bërë ne si shkollë disa herë, por tash në mënyrë urgjente të bëhet rrethimi komplet i objektit të shkollës dhe të bëhet sigurimi fizik i objektit. Nuk mendoj, po pas këtij rasti jam i bindur se do reagohet dhe do bëhet sigurimi fizik dhe rrethoja e objektit. Ata ndodhin në situata të tilla edhe më parë drejta. Situata të tilla jo nga ky person, por nuk kemi pasur edhe nga persona të tjerë. Për fat të mirë dhe si dy subjekte që jemi në një objekt, njëri subjekt mësim në gjuhën shqipe, tjetri në mësim në gjuhën maqedone, nuk kemi pasur edhe konflikte në mes nxënësve shqiptar, maqedon apo anasjelltas. Kemi qenë shembull për rajonin. Dhe për ditën e mërkurë as që e kemi menduar, sepse prindi i personit është i punësuar në gjimnaz. Është mirëmbajt e punësuar si mirëmbajtëse për higienë. Dhe personi disa herë e ka takuar në prindin e vet. Mirë po, pas rastit që patëm, unë kontaktova prindin për të marrë informata më të sakta se pse ndodhi kjo. Prindi më sqaroi
se një ditë përpara kam pas një mosmarrëveshje familjare për arsye të tyre që nuk mi sqaroj, dhe caku i sulmit nuk ka qenë shkolla, nuk ka qenë nxënësi apo të punësuarit e tjerë. Pika e sulmit ka qenë prindi i agresorit, për arsyet e veta familjare që i kam pas. Por më mund të them një fat që e punësuara nuk ishte në punë, është në pushim mjekësor, dhe agresori kur e kupton se në momentin e hyrjes në objekt është gjithçka normale dhe kërkon dhe pyet ku është nëna ime. Dhe kur merr vesh se nuk është në objekt të shkollës, fillon të shtyj nxënësit dhe një arsimtar dhe kopshtari që ka ndodhur brenda në objekt, dhe largohet nga objekti për të kërkuar prindin e vet, e cila për momentin ka qenë te spitali i Kërçovës. Dhe nga këtu pastaj kuptova se ka shkuar te spitali dhe edhe atje e ka bërë të njëjtën gjë me të punësuarit e spitalit.